Sot ndodhemi tek Pajtoni Center dhe do të shkojmë tek palestra më e madhe dhe më inovatore në Tiranë, me trajnerë të certifikuar dhe me pajisjet me teknologjinë më të fundit. Si e? Mirë? Si kalon? Mirë, faleminderit. Në Hit Fit. Jemi këtu me Mateon, pranë Hit Fit by Pajtoni. Mateo është trajner dhe do të na zbuloj sot pak më tepër rreth palestrës dhe pse jo edhe të na motivoj pak. Pse duhet vimë në palestër fillimisht? Palestra është edhe lloj sporti ose aktiviteti, cilin unë do t'ju sugjeroj të gjithëve pavarësisht grup moshës. Pas moshës 15-16 vjeçare, ky është një sport që nuk vjen njerëzit thjesht për të kuruar trupin, po edhe për një mendje më të shëndetshme, për të hequr stresin gjatë ditës, për të mbajtur trupin në formë, për të qenë të tonifikuar dhe pse jo për të qëndruar dhe larg vjesëve të këqija. Përse tek Hit Fit? Hit Fit është vetëm një palestër në Tiranë me mbi 1000 metra katror që ju ofron jo vetëm cilësinë maksimale, por edhe veglat të teknologjisë fundit dhe trajnerët më të certifikuar që do të jenë gjithmonë aty për ju, për t'ju ndihmuar, për t'ju asistuar, për t'ju motivuar, pasi të gjithë dimë që palestra nuk është thjesht ushtrimi aktiviteti fizik ose ushtrimi një vegle, por ke nevojë për motivim, ke nevojë për një program stërvitor, ke nevojë për një dietë ushqimore që ti të marrësh 100% benefitet nga stërvitja. Çfarë ofron Hit Fit? Tek Hit Fit do të gjeni parkikun e garantuar, mbi 1000 metra katror palestër të veglave të teknologjisë lartë, do të gjeni sauna, do të gjeni klasat e muskujve të barkut, klasat e aerobisë, trajnerët e certifikuar që do jenë gjithmonë aty për t'ju asistuar në stërvitjen tuaj, që të merrni të gjithë benefitet e nevojshme. Dhe mbi të gjitha, për ne është primare që përveç teknologjisë dhe hapësirës komode që t'i ofrojmë klientëve, është e rëndësishme shërbimi që ne japim, pastërtia që ka palestra dhe pse jo gjithë kjo pamje e mrekullueshme. Shumë njerëz vendosin që regjistrimet e tyre në palestër t'i bëjnë pikërisht në këtë periudhë dhe në muajin maj për të bërë atë trupin e verës, siç e themi. A është vërtet e mundur? Nuk ka shumë rëndësi periudha kohore kur duam të fillojmë palestër, rëndësi ka vetëm dëshira për të filluar. Shumë njerëz mendojnë thjesht që duhet të fillojnë palestrën para verës që të shohin një rezultat sa më të shpejt, por palestra do përkushtim, regjim edhe dietë. Kështu që ju thjesht duhet vini dhe të na lijoni neve që t'ju ndihmojmë. Si ndajnë makineritë në palestër, çfarë funksionesh kanë dhe a janë të pozicionuara të vendosura këtu në palestër sipas grupeve të njëjta të muskujve? Atëherë makineritë që gjejmë në palestër janë ato free weights, makineritë me kavo, girat, shtangat dhe kryesisht midis makinerive, shtangave dhe girave ndryshimi është forca e rëndesës dhe izolimi që japin makineritë muskujve. Kryesisht fillestarët i fusim nëpër makineri, sepse kanë të vështirë pozicionimin dhe qëndrimin e trupit, dhe më pas fillojnë edhe me ushtrimet e lira, me gira, me shtanga, duke përfeksionuar ushtrimet dhe duke marrë sa më shumë benefite. Si e realizon programin ideal për një të avancuar dhe për një fillestar që sapo ka filluar palestrën? Në Hit Fit kujdesemi që çdo klient të marrë trajtimin e duhur sipas nivelit që ka. Mund të jetë fillestar, mund të jetë i avancuar, ne gjithmonë pyesim klientin se sa herë vjen në palestër në javë, pasi kjo është gjëja primare për të ndarë muskujt në ditën e vazhdim dhe mënyrën e ndërtimit të një plani stërvitor. Cila do ishte ideale, sa ditë në javë? Atëherë për mendimin tim si profesionist, ideale është 6 herë në javë, por fillestarët mund ta fillojnë 3 herë në javë, ideale do të ishte 5 herë në javë. Në cilat raste një klient nuk arrin rezultatet e duhura, rezultatet që ai pret? Siç është një shprehje që thotë bashkimi bën fuqinë, edhe ne kemi nevojë që të kemi bashkëpunim me klientin. Nuk është thjesht palestra që e ka në dorë ndryshimin të këty, e ke ti në dorë në radhë parë edhe dieta ushqimore që ti mban. Sa e rëndësishme është ndjekja me një instruktor personal?
Çdo njeri vjen në palestër për të parë rezultate dhe mënyra më efikase për të parë rezultate është të ketë një personal trainer si kokos. Ti do thuash pse? Sepse instruktori i sallës pavarësisht dëshirës që mund të ketë për të ofruar ty shërbimin maksimal, ai si ty mund të ketë edhe 100 klientë tjerë në të njëjtin orar. Kështu që personal traineri është ai person që ty të survejon gjatë gjithë kohës, mban shënim ushtrimit që ti duhet bësh, peshat, të ruan formën fizike gjatë çdo ushtrimi që përveç se mos dëmtohesh fizikisht, marrësh dhe 100% benefitet nga ai ushtrim. Dhe përveç kësaj ai të ndërton edhe programin ushqimor të detyruar për qëllimin që ti ke, që mund të jetë dobësim, shtyp masës muskulare, tonifikim e tjerë. Nga ndryshon stërvitja që ne mund të bëjmë në shtëpi me atë që mund të bëjmë në palestër? Sado ne të mundohemi nga shtëpia të krijojmë një stërvitje të organizuar në kushte shtëpie, normalisht ka një diferencë shumë të madhe nga stërvitja në palestër. Stërvitja në palestër ty të mundson një shumëllojshmëri ushtrimesh, shumëllojshmëri veglash dhe një program stërvitor, ndërsa nga shtëpia nuk do të jetë stërvitje aq efikase sepse ti nuk i ke të gjitha veglat dhe aksesorët e duhur dhe sidomos ti nuk ke një trajner që do të survejojë gjatë stërvitjes. Njerëzit sot shohin shumë programe në internet dhe presin magji nga ajo stërvitje që mund bëjnë nga shtëpia, por realiteti është që ti duhet vish këtu. Shumë persona që frekuentojnë palestrën gjithashtu përdorin edhe suplemente. Ti sugjeron dhe nëse po, cilat suplemente? Suplementet përdoren kryesisht për të plotësuar dietën ushqimore dhe plotësimin e nutrientëve që ti ke nevojë gjatë ditës, të cilat ti nuk mund t'i marrësh nga ushqimet që ti mund të konsumosh dhe në bazë të dietës që ti mban. Dhe nëse po, cilat sugjeron? Ka shumë njerëz që vaktin ushqimor gjatë ditës e konsumojnë jashtë, edhe logjikisht nuk mund të marrin benefitet që do të merrin aty vakti që mund ta përdorin, që mund ta përgatisin në shtëpi, siç ato mund dëshirojnë. Dhe në këtë rast do të kësaj lloja suplemente si proteinat, që ndihmojnë në plotësimin e sasisë ditore proteinike që njeriu ka nevojë. Po dieta e një instruktori, çfarë përmban, çfarë konsumon gjatë një dite? Një vakt ushqimore ndahet në proteinë, karbohidrate dhe yndyrna. Dhe kjo pastaj ndahet në bazë të qëllimit që ti ke, që mund të jetë ushtimi i masës ose dobësim. Në këtë rast unë po bëj thjesht mirëmbajtje masës muskulare. Më ka thënë ndonjëherë, e gjen ndonjëherë veten të dalësh jashtë programit, jashtë dietës tënde? Po, duke qenë se ditën e diele kemi lënë pushim, mund t'ja konsiderojmë dhe vetën si çide ta bëjmë nga pak. Duke qenë edhe profesionist në këtë fushë, e gjen ndonjëherë veten duke gjykuar ose paragjykuar trupa të cilat nuk janë të trajnuar? Në palestër shohim të gjithë llojet e trupave, po ne si instruktor normalisht nuk jemi këtu për të gjykuar, ne jemi këtu vetëm për të motivuar. Këtu vijnë njerëz që mund të jenë mbi peshë, vijnë njerëz që mund të vuajnë nga anoreksia, vijnë njerëz që mund të vuajnë nga probleme të shëndetit siç janë skolioza edhe probleme të tjera. Dhe më e rëndësishmja për mua është ti motivoj, ti këshilloj dhe ti shtyj të gjithëve të arrijnë qëllimin e tyre. Pasi njerëzit shumë shpesh kanë stres dhe nuk kanë vetbesim, edhe gjëja kryesore është vetbesimi për të arritur qëllimet që ne kemi. Mateo, shumë faleminderit për të gjitha këto informacionet që ndave me ne dhe uroj të kemi motivuar sadopak të gjithë ata që na kanë ndjekur. Faleminderit ty për ftesën dhe përveç motivimit, je e ftuar dhe ti në. Duhet motivohesh ti e para, thuaj. Shumë faleminderit.